Apo kualifikohet edhe Shqipnia edhe Kosova. Kur ti shes që janë të luajt këto dy ekipe, nuk doket e pamundën, se shqiptarët nuk thyën kurrë. E keni pa mënyrën çysh kanë luajt, shpirtin që e treguan çdo duel, çdo top, çdo frym. Këta djem nuk e ndërzu as një sekond. Me Serbinë nuk ishte veç ndeshje, ishte histori, ishte krenari. Kanë luajt deri në frymën e fundit, për flamur, për popull edhe për emrin ton. E mana i lojtarit që lojën e kalu me hupe penaltin, kësaj here ai e dha gollin e fitores. Se qështu e kena na tradit, bina po kur qohëm edhe ma të fort. E në anën tjetër Kosova po tregon se nuk është veç pjesë e historisë, po e ardhmja e futbollit shqiptar. Ekipi fort, me karakter, me rini që s'kan frikë pe askujna. Jo nalë në tabel, në form e me vetëm disa pikë larg krejut. Nëse vazhdojnë me këtë ritëm, edhe Kosova mundet me kap kualifikimin. E menoja po mirë i shkon edhe Shqipnia edhe Kosova bashkë në botror. Dy flamojnë një këmbë, një zotë që së nalë kërkush. Ky grup, kjo kombëtare, po na jep diçka që s'e mo dot as me rezultat, po me besim. Besimin që jena ato jesë për para, që çdo betej po na arrit, që çdo betej është një hap drejt madhështisë. E keq shqiptarët janë të unë njëjtë, krenar, se kjo shqiptari nuk dorëzohet, po veç po ngritet më lart. E bashk po japin kuptim fjalës bashkim. Bëje follower ban FM, subscribe në YouTube.